Mjeku me urdhër të prerë, këto ushqime mos i fusni në gojë pas orës 20, ja pse. Nëse jeni akoma me teorinë e vjetër që pretendohet se pas perëndimit të diellit të gjitha ushqimet nuk kanë limit, atëherë është koha të sqarohemi për këtë keq kuptim. Në fakt, asnjë ekspert i shëndetit nuk këshillon që të mbushni barkun me çdo lloj ushqimi para se të flini, por nuk është turp të kesh një gjellë të shëndetshme për darkë, të lehtë dhe të mbajë të ngopur derisa të flesh. Por ka një sër ushqimesh që nutricionistët këshillojnë që të shmangen në mbrëmje, jo vetëm se nuk lejojnë të bëni një gjumë të qetë, por shtojnë sasinë e sheqerit në trup, e cila siç dihet është pengesë e gjumit. Prandaj, përpara se të shkoni për të fjetur, nuk duhet të konsumoni drithra të ëmbëlsuara ose ato të ngjyrosura, pasi mund të ndikojnë në përkeçimin e shëndetit tuaj. Ushqimet pikante dhe gjithashtu ato me yndyrë dhe me sasi të tepërt të proteinës duhet të evitohen.